Përshëndetje televizikues të nderuar të televizionit Syrivizion, jemi me emisionin më të ri qasje. Këto ditë kudo në botë po flitet për kancerin e gjirit. Jemi pikërisht në javën kur po shënohet sensibilizimi i gjithë opinionit kundër kësaj sëmundje. Sonte në studio do të bashkëbisedoj me doktoreshën Bleta Baruti Domi, obstetër ginekolog. Faleminderit për prezencën. Doktor Violeta Thaçi, drejtoresh e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare dhe Mimoza Shala, kryesuese grupit të grave asambleiste në Gjakov. Faleminderit shumë. Po e filloj me ju, Mimoza. Këto ditë ne dim se ju keni organizuar si grupi grave asambleiste shumë aktivitete. A mund na përmendi fillimisht disa që janë realizuar deri më sot? Po, atëherë fillimisht jemi mbledhur dhe duke mos dashur që të bëjmë punën që i takon dikujt tjetër, kemi njoftuar drejtoreshën e Qendrës Mjekësisë Familjare për të na dhënë ide dhe për të na njoftuar ndoshta edhe neve rreth kësaj sëmundje. Kemi pas qëllimi im personalisht ka qenë që të bëjmë diçka më ndryshe se viteve tjera, sepse duke marshuar besoj që nuk bëjmë ndonjë punë të madhe, thjesht solidariteti dhe ndihma atyre duhet të jetë tjetër. Unë mendoj që duhet t'i prekim direkt, qoftë pacientët që tani më janë identifikuar si raste, por edhe përpara ndalimin e sëmundjes duhet bërë punë tjetër. Pra, mendoj që këtë punë më së miri e bëjnë ekipet mjekësore, profesioniste, sepse njoftojnë opinionin, njoftojnë gratë në përgjithësi, por edhe burrat, me që dihet kjo sëmundje do të atakon edhe burrat. Kemi pas takime, tryezë në kuvend, por do të vazhdojmë, ndoshta dalim edhe në terren, që të njoftojmë direkt gratë, më shumë me thekste veçantë të zonat rurale, ndoshta kanë qasje më të vështirë se sa pjesa urbane, dhe pse tash dihet komuna jone ka të siguruar mamografin dhe besoj që një shumicë kanë bërë, por për detajet tjera besoj që më mirë na njofton doktoresha apo drejtoresha. Po normalisht, sa për fillim të bisedës. Doktoresha Violeta, fatmirësisht Gjakova e ka mamografin statik, fatmirësisht edhe është në funksion. Deri më sot, sa femra kanë kërkuar të diagnostifikohen ose të bëjnë vizitan tek mamografi? Po, deri më sot i kanë kryer gjithsej 350 gra, do të thotë janë bërë 350 incizime. Mirë po, siç kemi deklaruar ose siç jemi prononcuar edhe në rastet e tjera apo gjatë emisioneve të kaluara, që ne pak jemi të ngjecur në aspektin e leximit të këtyre incizimeve. Deri më sot janë lexuar vetëm 50 incizime, çka presim që në ditët e ardhshme të shtohet ky numër, meqense dim se për çdo kliente e cila bën faktikisht një incizim e kërkon edhe rezultatin e saj. Mirë po, vlen të theksohet sidomos falënderimet i takojnë më shumë në qendrës klinike universitare, ku radiologët janë deklaruar apo janë paraqitur si vullnetar për leximin e këtyre incizimeve, që ne kemi ende një çështje kur së shpejti besojnë që edhe do ta zgjidhim lidhur me një radiolog. Kjo është çështje politikës shëndetësore, e cila do të konfirmohet në ditët në vijim. Mirë po, sa për fillim posaçërisht e falenderoj edhe doktoreshën Afrodita Koshi, e cila mirë vullnetare është deklaruar që do t'i lexon gjitha këto incizime. Mirë po, brenda javës për shkak të volumit të saj të punës, vetëm 10 brenda javës lexohen. Kështu atëherë kisha dashur me kuptimin edhe gjitha atyre femrave të cilat ne kanë realizuar këtë mamograf, na mirë kuptojnë dhe besoj që gradualisht edhe kjo situatë do të rregullohet. Doktoresha Bleta, besoj nuk bëhemi të tepërta nëse i përmendim disa nga shkaktarët që vinë deri te kanceri i gjirit. Disa këshilla të shkurta fillimisht. Në fillim ju përgëzoj për iniciativën për sensibilizimin e grave lidhur me kancerin e gjirit, gjë e cila po bëhet prej vitit 1985, prej një organizate e cila prodhon barnat kundër kancerit të gjinit, Arimedexin edhe Tamoxifenin. Domethënë prej vitit 1985 është shpall muji tetor si muj i sensibilizimit të grave për kancerin e gjinit, kurse televizioni juaj ka bërë një punë të madhe lidhur në këtë drejtim. Siç kemi theksuar më parë, shkaktarët e kancerit të gjirit janë fillimisht janë me bazë gjenetike, mirë po ndikojnë edhe faktorët e ambientit. Do më thonë, sa i përket bazës gjenetike, përmendëm kur kemi antarë të familjes të smurë për kësaj smundje,
Mirë po, ndikojnë edhe faktor tjerë, ndikojnë edhe faktor jetësor ndikojnë. Në radhë të parë jeta shëndetshme, do me thonë ecja, ushtrimet, preferohet njëherë në 5 orë në javë, të ecet, një ecje e shpejt për gjitha moshat, për gratë, po cekim këtu sa i përket kancerit të gjinit. Mandej ushqimi, duhet të ikim mishrave të kuq, duhet të përdorim sa më tepër mishra të bardhë, do të thonë peshkun edhe peshkun pulën në përgjithësi, sa më tepër pemë perime. Mandej, ky vaj i ullinit është shumë i preferueshëm për këtë aspekt, kurse për perimeve, lakra e bardhë është vërtetuar që ka një veprim antikancerogen kundër kancerit gjirit. Mandej, ikja prej shprehive të këqija, do me thonë alkoholit edhe duhanit, ndikon gjithashtu në parandalimin e kësaj sëmundje. Kurse sa i përket faktor kryesor i kancerit të gjinit është prodhimi i estrogenit, një hormon i cili normalisht gjendet te femra. Mirë po, kur nuk bëhet pastrimi i kanaleve të gjirit, sepse kanceri i gjirit fillon në kanalet e gjirit, në duktuset e gjirit, kur nuk bëhet pastrimi i kanaleve të gjirit përmes gjithdhanjes, atëherë estrogeni shkakton hiperproliferimin, do me thënë rritjen e qelizave, rritjen e pakontrolluar të qelizave në këto kanale edhe shkakton këto sëmundje. Do me thonë të predispozuara janë gratë që nuk ju shenjë foshnjat me qumësh gjiri. Gjithsesi, do me thonë, një gjithdhanje prej më paku 1 vjet e zvoglan mundësinë e kancerit të gjinit për 30%. Do me thonë, nëse një fëmijë e ushqejmë për 1 vit me gji, 30% zvoglohet mundësia e kancerit të gjinit. Mandej, vetë shtatzania, sepse gratë të cilat nisin shtatzanit mas moshës 35 vjeçare, ku do me thonë nuk është ndërprerje cikli estrogenit, sepse dihet se në shtatzani estrogeni prodhohet në sasi më të vogël, kurse progesteroni që është hormon mbrojtës kundër kancerit të gjirit prodhohet 100 fish më tepër. Për këtë arsye, çdo grua e cila ka shtatzani, e posaçërisht në moshat kur preferohet mbas moshës 20-25 vjeçare, për shkak të prodhimit të progesteronit, i cili është si hormon mbrojtës, ul mundësinë e paraqitjes së kancerit të gjirit. Për këtë arsye, preferohet që shtatzania të nisë para moshës 30 vjeçare, gjithdhënia të jetë, do me thonë, sa është e mundshme ma gjatë, a preferohet me shënimet matreja deri në 2 vjet të jipet gji. Si që ceka, një gjithdhanje për i kësaj kohëgjatje e ullë mundësinë e kancerit të gjinit për 30%. Mbas edhe vizita sistematike tek doktorët, sidomos te mjeku i familjes është? Këto kishim përmend në kuadër të parandalimit, ku preferohen vizitat sistematike, mirë po ato varësisht prej moshës. Prej moshës 20 dhe 25 vjeçare preferohet që vetë gruaja ose femra të bëj kontrollin e gjirit mbas menstruacionit, si në banjo, gjithashtu edhe me parapasqyrës. Kjo bëhet, do me thonë, mas periodave, mas menstruacionit, kur struktura e gjirit është me butë, nuk është ai kokërzimi që është karakteristik para menstruacionit. Mandej duhet të bëhen, do me thonë, prej moshës 20-25 vjeçare, njëherë në muj vetë kontroli. Mas moshës 25 vjeçare dhe në moshën 40 vjeçare, preferohet që të bëhet njëherë në vjet ultrazëri i gjirit. Ultrazëri i cili është i padëmshëm, të bëhet ultrazëri i gjirit. Kurse, prej moshës 40 dhe në moshën 50 vjeçare, preferohet të bëhet njëherë në 2 vjet, mamografia bashkë me njëherë në vjet pap testi, kjo për prevencë të kancerit cerviksit. Prej moshës 40 dhe në 50 vjeçare, 50 dhe në 70 vjeçare, preferohet të bëhet njëherë në vjet mamografia, kurse mas moshës 70 vjeçare, sipas nevojës. Besoj një edukim shëndetësor do të ishte i mirë për gjithë popullatën, si burrat, ashtu edhe gratë. Mjekët e familjes sigurisht janë të përgatitur për këto raste.
Po, jemi pak ma praktik, gjithmonë të menojmë atë që çdo gjë që është parandalohet është edhe është me lirë, gjithashtu është edhe me kushtueshme për organizmin tonë. Tu i pas ekipet e mjekësisë familjare ku aty përfshihet mjeku dhe infermiera familjare, e cila ofron edukim shëndetësor. Ne përmes mediumeve t'juja apo mediumeve tjera bëjmë thirrje të gjitha gratë, siç ceki edhe doktoresha të moshave të cilat më tepër janë predispozit për një smundje të tillë, se nisur nga fakti ne vetë duke ballafaquar edhe me stilin e jetës çfarë kemi përditshmërinë edhe streset të cilat më tepër atakohem në përditshmërinë tonë, qoftë në punë apo në familjet tona. Atëherë këshillojmë të gjitha gratë të cilat janë vulnerabile apo të cilat janë pak më tepër predispozuese për këto raste të vinë në qendrat e mjekësisë familjare aty ku ekziston edhe rrjetin e përkrejt komunën. Ne kemi broshuara të ndryshme, ne kemi të përgatitur stafin për një edukim shëndetësor që më mirë është të prevenohet se sa të shërohet, do thotë është më e përshtatshme për organizmin e secilis femër të kuptojnë apo të dinë lidhur me shëndetin e saj. Pak janë të njoftuara gratë, ne e shohim varësisht prej përditshmërisë tonë të punës kur vinë ato në vizitat mjekësore, pak ka njohuri. Thashtë jemi me praktikë sepse gjitha ato mund të lexojmë ato në internet, mund të marrin informata të ndryshme, mirë po dëshiroj të bëj një mesazh, të shpërndaj një mesazh që gjitha gratë apo femrat të vinë edhe të konsultohen në qendrën tonë, sepse kemi edhe motrat ku i afrojnë edukime shëndetësore, pse jo edhe i praktikojnë, i mësojnë si duhet të bëjmë vetë kontrollin e gjirit. Sepse nëse sot flasim, nëse dikur kemi folë për një moshë që kanceri i gjirit ka qenë ndoshta edhe tabu të shprehet në shoqërinë tonë, ne shumica e familjeve janë të prekura me këto raste. Ka raste kur të na vijnë pacientat të ndryshëm dhe referohen me një smundje, me një stat avancuar të smundjes, edhe çfarë të bëjnë kur të trokasin. Prandaj ne këshillojmë gjitha gratë, femrat, pse jo dhe burrat, dhe gjitha ata që cilat e atakojnë kjo smundje të vinë dhe të bisedojmë me mjekun e familjes, me infermierin e familjes, edhe pse jo edhe të deportojmë deri në familjet e tyre, por në disa raste kur kjo ndoshta është stigmë, më thonë, në një situatë e tillë. Mirë po, ne duhet të familiarizohemi me situatat e tilla. Kemi plot raste kur kanë kërkuar shpëtim apo kanë kërkuar dyrë të ndryshme të hapën për jetëgjatësinë e tyre. Ne gjithmonë duhet të punojmë së pari për pacientin, ta kuptojmë thelbin e sëmundjes, mandej ta bindim atë që jetëgjatësia atyre rritet dhe kjo sëmundje mos avanson, të metet në stadin e tillë dhe falë mjekimeve dhe diagnostifikimeve tash që i kemi masë të avancuara, kur dje posaçërisht e falenderoj dhe grupin e grave ansambleiste që ka realizuar dje një takim dhe zyrtaren për barazi gjinore me gra, pse jo dhe burra në kuvendin komunal ku ishte pranishme dhe kryetarja komunës dhe shoqata onkologëve, të cilët përse ofrin munduar të shpërndojnë njohuri dhe të japin idenë të tyre lidhur me mos përparimin e kësaj smundje. Ata janë munduar dje, onkologu dhe shoqata e onkologëve t'ju spjegoj paka shumë të pranishmeve stadit e smundje, jo për me frigu, mirë po për me parandalu. Rrit vetdije. T'ju themi shikuesve se ne gjitha bëm përpjekje që të ftojmë në studio një nga gratë që është prekur ose ka kaluar këtë sëmundje, por fatkeqësisht është stigma që thatë ju pak më përpara, ajo që po përcjell shoqërinë tonë. Mimoza, këto ditë keni folur shumë për këtë çështje si gra asambleiste. Çka u tha si përfundimi i kësaj? Morët vendim që edhe më tutje të flisni për këtë çështje? Sigurisht, por jo vetëm për këtë çështje. Dihet që shoqënia jonë ka probleme të mëdha, kështu që mendimin e të gjithëve akterëve të nevojshëm, ne besoj që përmirësojmë jetën e shqiptarëve. Tek e fundit drejtoresha na falenderoi, por ne kemi për obligim që të bëjmë diçka për qytetarët, por me që ky muaj është posaçërisht njët do të thotë ndërkombëtarisht si luftimi kundër kancerit gjirit, ka pas normal më prioritet dhe më fokus, e sigurisht që në vazhdimsi do të ketë
gjithmonë thirrje, po jo vetëm këtë muaj, por besoj që ne duhet të përmirësojmë ndoshta jetën e qytetarëve para se të vijë tek kjo, sepse edhe doktoresha tha vetë mënyra të jetuarit ka rëndësi shumë të madhe, jo vetëm për këtë sëmundje, por për çdo gjë. Dhe me që veç jemi të gjithë jetojmë këtu dhe e dim mënyrën se si jetojnë qytetarët, atëherë kjo të bën ndoshta mundje keq, shpeshherë dhe i pafuqishëm, sepse ti nuk ke diçka në dorë që mundesh me u përmirësu. Unë mendoj që duhet të bëhet përmirësimi në mënyrë institucionale, sepse tek e fundit një individ ose disa individ nuk mund të bëjnë të pamundshmën. Okej, japin atë çka kanë mundësi, por për përmirësim të madh nuk e di, lypet punë e madhe. Unë besoj që në vazhdimsi do të bëhet punë më e madhe, qofsha unë apo qofshin të tjerë, që të bëjmë sepse duke bërë për shoqërinë ke bë dhe për vete, sepse me ata që rrethohesh, nëse ata janë mirë, normalisht do jesh po. Mimoza, në shenjë solidarizimi ju vjet i ruajtet edhe flokët, si u ndjet vetë personalisht dhe si reagoni njerëzit? Them të drejtën, kjo është që pafuqia për të bërë diçka, vendosa që të heq flokë, sepse kam dëgjuar nga një pacient që kur në kimioterapi të bijnë flokët apo, është ndjerë më keq se gjatë gjithë kohës kur e ka luftu këtë sëmundje, dhe vendosa që okej, solidarizohem në këtë mënyrë. Personalisht jam ndjerë shumë mirë, sepse është thjesht i tregon në palës tjetër që ti je njeri, unë jam njeri, dhe kjo është thjesht flok, është asgjë tek e fundit. Personalisht jam ndjerë shumë mirë, por më ka habit faktin në momentin që kam dalë nga floktoria, se harrova se çfarë bëra. Për mendimin tim është tek e fundit asgjë, se ja flok tash, por kam pa reagim të njerëzve. Menjëherë, adin shikonin habitur edhe që po të njëjtën mënyrë ja u ktheja, adin çfarë, sepse kjo është që unë i kam heq flokët, jam solidarizuar, por prap nuk e kam, dhe ndryshe e lufton. Përveç ndihmës, përmirësimit tyre, unë mendoj që ndoshta edhe ne duhet dim si të sillemi si shoqëri me raste të caktuara, ta gjejmë një mënyrë duhur që t'ju japim forcë dhe kurajo, sepse varet për karaktereve të ndryshme. Ka karaktere që e luftojnë mjaft mirë, bile të kompleksojnë ty që i thu vetës i sëmurë. Në botë kemi raste jashtëzakonisht bukura, bile e pata postu edhe një fotografi, është një grua që i ka 2 gjokse të hekuna dhe e zhvesh komplet të lartën dhe shkruan fuck off. Po kjo mendoj që shoqëritë që janë më të emancipuara dhe nuk kanë problem ndoshta edhe mbi jetesën siç e kemi ne, të i kalojnë më lehtë se shoqëria jonë. Kur i kam hek flok, po kam pa që e pata postu edhe në llogarinë time të Facebookut, që janë prek shumë shoqet mia që e dija që nënat e tyre janë të prekura nga sëmundja, por e kam pasur Doktoresh, po kalojmë edhe një herë tek pikërisht tek sëmundja. Me qenë se jeni edhe antare e SHSKUK-s në Prishtinë, u diagnostifikua ta zëm një paciente me kancer të gjirit. Si trajtohet në vendin tonë? Trajtimi i të smurve me kancer të gjirit zakonisht bëhet në shërbimin terciar, domethënë në qendrën klinike universitare, në repartin e onkologjisë. Mirë, po mbarësisht prej stadit të smundjes, në cilën stad të smundjes kapet tumori, atëherë dhe mënyrat janë të ndryshme të shërimit. Nëse tumori zbulohet në stadin e parë, mjafton veç heqja e asaj pjese të gjirit ose krejt gjirit. Kurse mbarësisht nëse paraqiten rritje e gjandrave limpatike, atëherë shkohet me limfadenektomi, kurse mbarësisht edhe prej llojit të kancerit, sepse ka lloje të ndryshme, mbarësisht prej ndërtimit histologjik, lypet edhe hemoterapia apo terapia me radiacion. Radioterapia bëhet në repartin e onkologjisë në Prishtinë, në qendrën klinike universitare. Kurse hemoterapia mund të bëhet edhe në
mund të bëhet edhe në Gjakov, dhe më thonë, mirë po zakonisht bëhet në dorë të onkologut. Njëse ndoshta me cekse, ndoshta edhe pak po i frikojmë femnat me gjithë këto biseda lidhur me kancerin e gjirit. Nuk është çdo tumefakt, çdo rritje e densitetit gjirit, çdo gungës në gji nuk është kancer. Do më thonë, prej 8 rasteve të tumefakteve të gjinit, veç 2 janë kancer. Kështu që kom pas raste shumë që pacientet e kanë prek tumefaktin edhe nuk e lejmu prej frikës se mos është kancer. Do më thonë, prej 10-ve, veç 2 janë kancer. Kështu që mirë është me prevenu, do më thonë, sepse ka përveç kancerit gjirit në gji janë një numër shumë i madh i ndryshimeve benigje, të cilat me një terapi ose me një operacion lokal të thjesht mund të eradikohen. Kështu që do shta me inkuraju femnat që të paraqiten sa ma herët paraqiten, ma e lehtë është trajtimi, ma lehtë është zgjidhja e problemit. Edhe në vendin tonë trajtohen? Po. Mimoza, çka pas fushatës? Heshtje? Jo, asnjëherë nuk mendoj që duhet të ketë heshtje. Theksova edhe më herët që në vazhdimsi duhet punohet. Po jo veç për këtë çështje. Unë nuk jam njeri i heshtjes, dua që ato që mendoj dhe ndjej kam dëshirë që edhe ta ngrish zërin për të. Prandaj më pëlqen më shumë vepra se sa këto formalitetet me cilat jemi mësuar. Shpresoj, por se të them besoj, nuk e di, është fjalë më e madhe, por shpresoj që asnjëherë të mos ketë heshtje, sidomos për sëmundjet të cilat njerëz me të vërtetë ballafaqohen në mënyrë rigoroze me një sëmundje siç është kanceri. Tash e dim të gjithë ne, por e thash edhe më herët që për mua është e rëndësishme mirëqenia e secilit qytetar, duke filluar nga baza. Do të thotë, unë mendoj që prej qerdhes duhet fillohet të punohet, që të ngritet një vetdije më e lartë, edhe sigurisht që do të kalohen çdo gjë më lehtë se sa që mund ta mendojmë sot. Besoj pajtoheni me Mimozën. Unë ju falenderoj shumë që ishi sot me ne. Ne nuk tentuam t'i friksojmë, siç tha doktoresha, gjitha femrat, po gjithsesi një ngritje e vetdijes së shoqërisë është e mirëseardhur për gjithë. Faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, këtu po e mbyllim këtë emision. Mirupafshim në emisionet e radhës.